Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Në fakt janë të shumta kërkesat të ndjekësve të mi, të cilët më kërkojnë rreth pothuajse të gjithë personazheve publik që të sill lajmet më të fundit, të sill ngjarjet më të fundit dhe të sill dinamikat më të fundit nga jeta e tyre. Kam patur shumë komente për Luizin, Tiron na komento për Luizin, çfarë po ndodh me Luizin, si është përditshmëria e tij, a ka ndonjë lëvizje të re, a ke marrë vesh në i gjë, dhe me patjetër që unë do të sjell të rejat më të fundit. Lëvizjet të fundit të Luizellit janë lëvizje kënaqësie. Nëse Kiara është në maratonën e gjatë të Portokallis në udhtim në çdo qytet në Shqipëri, ku në fakt japi një spektakël të papar dhe janë me fat ato të cilët dalin edhe e ndjekin Portokallin live, Portokallin verore, Luizelli është një baba shëmbullor. Luizi kujdeset për Lunën dhe ka lënë të gjitha koncertet e tij anash, ka lënë të gjithin angazhimin e tij anash për të qenë sa më afër Lunës dhe për të qenë sa më pranë Lunës. Tani koncertet të cilat janë më me të vërtet që nuk mund t'ja anulon, Luizi e ka me patjetër, por në shumicën e kohës ai mundohet që të jetë pranë vajzës së tij. Jemi akoma në muajt të pushimeve, jemi akoma në muajt të qetësisë, jemi akoma në ato muajt ku domethënë edhe personazhet publik dëshirojnë që të kalojnë disa çaste me familjarët e tyre dhe normalisht Luizelli duke që ka obligimin dhe ka vëmendjen më së shumti te vajza se sa tek projektet apo tek koncertet. Së fundmi Luizi ka postuar një fotografi ku duke qartazi që me Lunën po shijojnë këto ditët e nxehta të verës në Bregdetin shqiptar, atje ku me patjetër shoqërohet edhe nga zonja Anxhelin, ndërsa Kiara është në turneun e udhëtimeve të televizionit Top Channel ku është qytet më qytet me prezantimin e Portokallis, do me thënë sado që është një rrugtim i bukur, por është edhe një rrugtim i lodhshëm, por gjithsesi mirëkuptimi në marrëdhënien që Luizi dhe Kiara kanë e bën që me patjetër Kiara të jetë e suksesshme edhe të ndjekën ëndrrën e saj, e cila është moderimi. Kemi arritur të kuptojmë që Luizi vazhdon ta ketë atë lidhjen e veçantë me Luna Marin, Luna që e vogël kur ishte, se tashmë na është rritur sadopak, ajo gjithmonë ishte e dhënë më së shumti pas Luizit dhe duke që atë qetësinë shpirtërore, atë pozitivitetin e gjen pranë babait të saj, pranë Luizit. Luizi dhe Luna postojnë video të ndryshme, në fakt Luizi poston nga vajza në Instagram dhe duke që janë shumë të lumtur. Tani në këto ditë të nxehta të verës, Luizi ka preferuar që të jetë pranë familjes së tij, ka preferuar që të jetë pranë vajzës, ku më pas me patjetër pritet që të rikthehet fuqishëm me një super emision që do të jetë për herë të parë në median shqiptare.